Çdo javë është edhe rubrika javore Pasionet. Kësaj here Meti ka një protagonist shumë interesant, por nuk po e zbuloj unë, më mirë e zbulon historia në vazhdim. Pica, themeluar për herë të parë rreth viteve 600 në qytetin e bukur të Italisë, pikërisht Napoli. Pitet e thjeshta të picës me mbushje të ndryshme, të ngrëna për çdo vakt dhe të shitura në rrugë nga shitësit apo restoranë modeste, u bën plotësimi i kërkesave të qytetarëve të thjeshtë dhe të varfër. Autorët italian të kohës e kritikonin këtë zakon, të ngrënë duke e quajtur shpesh si të shpifur. Ato pica të fillimit të konsumuara nga nevoja për çmime të lira dhe shpejtësi. Zhvilluan përbërësit e shijshëm, kaq të dashur dhe për nesët, si domate, djathi, ullinj, sardelet dhe hudhrën. E tashmë pica është bërë ndër specialitetet më të preferuara në botë. Por edhe kësaj here flasim për një pasion, personazh tjetër, dhe ai është Alban Hyseni, i lindur me 21 maj të vitit 1981 në Gjilan. Gjatësia e tij 1.75, peshon 87 kg, hobi ka muzikën dhe pasioni i tij është pikërisht për të bërë pica. Albani përveç pasionit e tij me picën, ka edhe pasionet të tjera. Unë kam pas 3 pasione, domethënë. Në një kam muzika, 2 kuzhina dhe pasionin e tretë kam pas në historia, domethënë më bëni historian, më bëni arkeolog, më bëni më mirë një studius e historisë së arteve kështu. Mirë po profesionin që e kam zgjedh, pasionin që kam zgjedh më bë dhe profesioni është pasioni i picës. Me gatu pica, picat janë shumë të mira, njerëzit e adhurojnë, i dojnë picat. Për me gatu një picë të mirë, normalisht do të mos pari me ndje, me dash picën, me shiju picën, me pasion. Por që se bën me pasion, do më dështan ajo picë. Faktikisht, një mirë edhe me ato tjerat. Për histori, do më kom diplomu fakultetin e historisë. Faktikisht, fakultetin e edukimit, departamentin e historisë. Ka jetë shumë mirë, po nuk kom pas halë rase në punuan si profesor, vetëm praktika që i kom kryen, ka dikon rreth 4 muaj dikon praktika me nëzonë, sa da është një punë shumë e mirë, kom bo me rato, me bëjegi, me pasion. Kurse sa i përketën pasionit muzikës, atë pak u desh më nalë, se na kemi pas një band që kemi bo punk rock, alternative rock, indie rock, të rryma janë në bëjegi, kanë audiencë shumë vogël dhe për kënaqësia vleke me bo mirë, po bona në tjetër shpenzimet kanë qenë minimale që me mujtë nashta me nxerra po me bo diçka. Kurse këtë profesionit ashtë i picës është ma fitim prusi për këtyne, mirë po, ka dhe kjo ka pas shumë shtërsi. Ka pas shumë shtërsi tepër. Monën duhet dikon 3-14 orë nashta më ka desh me punu çdo ditë pa pushim. Se këtë nëse kanë pushim, atelieria s'pushan kur. Se cila ishte dëshira Albanit dikur. Jo, kur kam qenë i vogël, nuk kom mendu që ku mirë me këtë punë. Kom mendu këtë tjetër sen. Do shta në muzikë, ashtu e kom po vetën muzikë, mirë po. Jo, kjo nuk e di as vetë. Se si mu bo profesion që kjo pasion i kuzhinës, apo i picës, apo i ushqimit italian përgjithësi. Gjithmonë inspirohemi nga njerëzit e mëdhenj, se nga kush u inspirua Albani. Inspirimi me picën ka qenë kur isha në Itali në 2002, isha i ri atëherë, aty e shijova tamam picën e vërtet, edhe ka qenë një kuzhinjer, emri i tij ka qenë Antonio, ka qenë baba i shokit tem faktikisht në Itali, edhe ai gjithmonë domethënë sa gatunte merrte pas vetes, sa epokë që e adhurojsha profesion edhe pitina më domethënë që e kam marrë më shumë inspirime, që më dhon më shumë mas gatimit picës.
për të arritur suksese gjithmonë kemi vështirësi. Vështirësit, për mu për një bicamen, nuk janë shumë të mdhaja. Mas pari do të me dasht punën, me punu edhe e bën ato mirë, por vështirësit janë për me udhëheq. Të mënë për me fillim, kur të ta qelsh. S'pari herë, deri sa ta fitojsh klientelën, ka vështirësi shumë, se do me punu shumë punë, mos me shgënjy asnjë klient, se si klient mi tregu që na e bujna picën e mirë, s'kena me zhgënjy kur, për me të ardhë qaj klient apet, me pru vllaun, motrën, gruan, apo me pru kujshien, apo një shok tjetër, apo me propozu dikuj tjetër që është një vend ku i bujnë picat e mira në Gjilan, apo kështu. Pse jo, të gjithë kemi ndonjë mesazh për profesionet që kemi. Për cili është mesazhi i Albanit? Se du të më picamen. Mu po picamen se pizzat i dojnë krejt, edhe pizzat njëre nuk gjetë kur ato kanë me vazhduar mas një javë apet mangër, një mas një javë, kështu që nuk dështon kur mu me që një picamen i mirë. Dhe gjithmonë kemi pas punën, shoqnien, rrethen, se tjep edhe knatësi ke puna, nuk është veç pegatuj edhe ase për tjep edhe knatësi edhe, kur vinë klienta për da, kjo pizza është ma e mira në Gjilan, apo ma e mira këtu, apo ma e mira në Kosovë, apo ma e mira në Mohala, s'ka po dio ne. Kjo është tjep edhe një farë knatësi, se merë komplimente gjatë ton kohës, gjatë ton ditës, kur e bën punën mirë, kuptohet. Kështu që, besoj që ja vlenë mu mirë me këtë punë. Edhe jo jap mesazh njerëzve, nuk vinë të mësohen, pse jo, dhe ne ja jap ato çka e di, u transmetoj edhe të tjerë. Që shkon fillu veç me transmetu të disa tjerë që dojnë me mësu.